Zoti për të treguar edhe punën e atyre jehudive dhe të krishterëve që i fshihnin cilësitë e pejgamberit të përmendura në librat e tyre, urdhëron e thot: "Elledhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, elledhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun." Atyre që ne u kemi dhënë libra e njohin atë siç njohin fëmijët e vet, ata që e dëmtojnë vetveten duke i fshehur cilësitë e pejgamberit të përmendura në librat e Zotit, janë prej atyre që nuk besojnë. Shpjegime. Ky ajet i madhëruar i frikson jehudinët e të krishterët sepse edhe pse ata e dinin mirë se Muhamedi ishte vula e profetëve, profeti më i fundit, jo vetëm që e mohuan vet, por u thanë edhe idhujtarëve se ai nuk ishte profet. Pasi pejgamberi me shoku vendosën në Medinë, i madhi Omer ka pyetur Abdullah ibn Selamin një ditë, ç'dinin jehudin për pejgamberin. Ai është përgjigjur që Muhamedi është pejgamber. Ata e kanë njohur më tepër se ç'njohun djalin tim. Për djalin tim nuk jam aq i sigurt se nuk e di ç'ka bërë ëma. Zoti tregoi se qafirët kanë dëmtuar vetveten. Për treguar shkakun e atij dëmtimi, urdhëron e thot: "Omen adhlamu mimmen iftara ala Allahi kadhiba au kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun." Kush është më dëmtues i vetvetes se ai që shpif rrena kundër Zotit ose përgënjeshtron argumentet e tij? Do e mos kur kush nuk është më dëmtues se ai, prandaj keqbërësit kurrë nuk shpëtojnë. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Në atë ditë do t'i mbledhim ata të gjithë në një vend, pastaj atyre që i kanë vënë shok Zotit, do t'u themi: ku janë ata shokët tuaj që ju i adhuronit dhe kujtonit se do të bëjnë shefaat, ndërmjetësim për ju. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Pastaj ata nuk do të kenë shfaqsim tjetër veç se të thonë: betohemi në Zotin, o Zoti ynë, ne nuk ishim idhujtar. Shpjegime. Fahri Raziu thot se ky ajet i madhëruar tregon hapur se qafirët do të guxojnë të betohen në rrejshëm edhe ditën e gjykimit, por pasi të rrejnë, Zoti do t'u mbyll gojën atyre dhe sikurse tregohet edhe në ajete të tjera, për punët e tyre do të dëshmojnë organet e tjera të trupit. Undur kejfe kadhabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Shiko se si gënjejnë ata veten dhe shiko se si u humbën atyre idhujt që ata me shpifje i bënin shok të Zotit. Kuptimi. Vështro se si atyre u humbi shpresa që kishin tek idhujt. Në rastin që ata prisnin shefaat prej idhujve, nuk do t'i shikojnë aty idhujt e tyre, se nuk do t'u shohin dobin që kanë shpresuar prej tyre. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Disa prej tyre të dëgjojnë ty kur ti këndon Kur'an, disa prej tyre dëgjojnë, por ne krijojmë një nap mbi zemrat e atyre që ata të mos e kuptojnë atë, edhe në veshët e tyre krijojmë një rëndes. Ata sikur të shihnin edhe çdo argument që e kërkojnë nuk i besojnë atij. Madje kur ata vinë tek ti dhe polemizojnë me ty, qafirët thonë: "Ky Kur'an s'është gjë tjetër veç se nga prallat e të parëve." Shpjegime. Me këtë ajet të madhëruar, Zoti ka përbuzur qafirët duke e treguar se ata nuk përfitojnë me veshët e me zemrat që u ka dhënë Zoti, sepse janë mendjemdhenj dhe këmbgulin në kufër, madje këmbgulin deri në atë shkallë sa edhe sikur të shihnin të gjitha argumentet, përsëri ata nuk besojnë sepse atyre nuk u bën përshtypje asgjë. Ata janë si të mos dëgjonin e të mos kuptonin asgjë. Fahri Raziu thot se fjalët Kurani s'është gjë tjetër veç se nga prallat e të parëve, është për romanet e Sfendiarit dhe të Rusemit, prallat e persianëve. Ky ajet ka zbritur kundër këtyre njerëzve: Ebu Sufjan, Nadhr ibn Harith, Atbeh, Ebu Xehl e të tjerë. Një natë kur pejgamberi po këndonte Kur'an me zë të lartë, e kanë dëgjuar Kur'anin, pastaj kanë pyetur Nadhrin: "Si të duket Kur'ani?" Ai ka thënë: "Muhamedi është duke kënduar romanet e popujve të kaluar, pralla që ne vetë i tregojmë për ju shpeshherë." Për fjalët e Nadhrit të mallkuar, i cili desh të shëmbëllente prallat e veta me Kur'anin, ka zbritur ajeti sipër përkthyer: "Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun." Ata qafirët i ndalojnë njerëzit nga ai, nga dëgjimi i Kuranit ose nga besimi në pejgamberin dhe vetë qëndrojnë larg prej tij, por ata se kuptojnë se me atë punë nuk rrezikojnë njëri tjetër veç vetes së tyre. Shpjegime. Ky ajet i madhëruar ka zbritur për të përbuzur udhën që ndiqnin idhujtarët e Mekës, por Hazini Kaziu dhe Fahri Raziu thonë se ajeti nuk mund të ketë zbritur për të përbuzur falefisin e pejgamberit, veçanërisht Ebu Talibin. Atëherë kuptimi i ajetit është kështu: ata të huajt i ndalojnë që të mos cënojnë
pejgamberin dhe veti qëndrojnë larg besimit në të, por me mosbesimin e vet nuk rrezikojnë tjetër njeri veç vetes së tyre, por nuk e kuptojnë atë punë. Mirpo përkthimi i parë është më i arsyeshëm sepse fjala wahum, ata, është për emër i përgjithshëm edhe ajetet e mëparshme gjithashtu janë për të gjithë idhujtarët, prandaj nuk ka nevojë që ajeti të veçantohet për farefisin e pejgamberit. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Nëse do t'i shihje ata kur të ndalohen mbi zjarrin e xhehenemit, do të shihje një pamje pikëlluese që srëfehet me pend, dhe ata do të thonë, ç'do të bëhej për ne të mirët, sikur të riktheheshim në dynja, të mos i përgënjështronim argumentet e Zotit ton dhe të bëheshim prej besimtarve. Kështu do t'i shihje ata të pendohen, por kjo nuk do t'u bëjë atyre dobi. Kuptimi. Ata që nuk i besojnë Kuranit, ndalojnë nga besimi edhe të tjerët, sikur t'i shihje ata kur t'i burgosin në një kënd të xhehenemit, për t'i rrokullisur brenda në të, do të shihje një pamje shumë mallëngjyese, britma e tyre shkon në kupën e qiellit, kur pendohen duke thënë, sa mirë do t'ishte për ne të mirët, të ktheheshim edhe një herë në dynja dhe të mos i përgënjështronim ajetet e zbritura prej Zotit për udhëzimin ton, sikur të kishim besuar në ato ajete dhe të ishim bërë prej besimtarve. Fahri Raziu thotë se e përtheksuar rreptësinë e asaj pamjeje, në ajet nuk është përmendur përgjigja e fjalës walau tara, nëse do t'i shikoja ata, sepse po t'ishte përmendur do të përshkruhej me një ndëshkim, me një katastrofë aq të madhe sa nuk është e mundur të rrëfehet as me fjalë e as me shkrim.